Faleminderit, zotëri kryesues, kryeministër, të nderuar kolegë deputet, zonja dhe zotrin. Buxheti i shtetit të një vendi, i cili ka pretendime të qarta për të zhvilluar dhe për të avancuar zhvillimin ekonomik dhe shoqëror, është një ndër aktet më të rëndësishme politike në vitin kalendarik të ligjeve që miraton edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës. Çdo buxhet do të duhet që të reflektonte mbi politikat zhvillimore të një vendi, e në këtë rast si ky apo edhe si ai vitit që po lajm pas. Projekt ligji për buxhetin të cilën po e shqyrtojmë sot, edhe pse me vonesë në trajtim nga qeveria e re, por i cili ishte kundërshtuar fuqishëm nga shumë subjekte politike, në kohën e aprovimit në vjeshtën e sivjetme, që nënkupton edhe nga ministri i financave, por kuptohet nga një pozicion tjetër, tani ka ardhur para nesh i miratuar në qeveri pa ndryshime esenciale apo përmbajtësore, me mungesë programore mbi bazën e të cilës do të kishim projeksione të qarta për një zhvillim ekonomik të vendit tonë. Andaj domosdoshmërisht kërkon vëmendjen tonë si deputet dhe kuvend duke analizuar me kujdes prioritetet dhe jo prioritetet, për të përmirësuar aty ku mund të përmirësohet, për të parandaluar ndarjet e padrejta buxhetore, si dhe për të parandaluar shpërndarjen selektive të projekteve kapitale. Shpresa e qytetarëve për ndryshime pritet në ligjin më të rëndësishëm vjetor siç është buxheti i Republikës së Kosovës. Me pritjen se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet e jo inflacioni, se do të ulen shpenzimet e luksit qeveritar e jo të rriten, se shpërlarja e parave do të parandalohet e jo të vazhdohet, me një fjalë ky buxhet do të përkufizohet si buxhet shpenzues, konsumus për luksin qeveritar, i pa perspektivë dhe i pa shpresë për një jetë më të mirë të qytetarëve. Buxhet i cili vazhdon të sjellë ekonominë e Kosovës si në kohët e kaluara, duke e kthyer atë në formën natyrore këmbimit mall me mall, sepse bizneset e shumta të cilat nuk do të jenë të lidhura me parapolitikën qeveritare, apo ato që nuk do të kenë fatin e futjes në logjikën e kësaj tutele, nuk do të kenë mjete për afarizëm të domosdoshëm, e kështu do të rritet papunësia e me të varfëria në Kosovë. Pyetja e ngritur se pse ky buxhet nuk mund të quhet zhvillimor e tregon edhe zvogëlimi i shpenzimeve kapitale për 11% dhe me rënien e investimeve kapitale kemi ndikim të drejtë për drejtë në uljen e punësimit e atë sidomos tek sektori privat. Për vite me radhë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kritikuar këtë çështje të qeverisë së kaluar, sidomos ajo që ka qenë në fokus të investimeve kapitale, siç është infrastruktura rrugore, duke kritikuar tenderomanin, shpërndësimet klientiliste të familjarëve të politikanëve të PDK-s, lokaliste dhe me një disbalancë të madhe në ndarjen e grandeve për komunat. Ku edhe sot me këtë projekt buxhet është e njëjta çështje, pa dashur të bëjë ndarje regionale, por esenca e njëjtë në shpërndarje ku mungojnë në masë të madhe investimet në zonat e Dugaxhinit, Anamoravës, Podujevës, domethënë vazhdimi i politikave të njëjta në investimet kapitale. Të nderuar kolegë deputet, kjo tregon dobësi për zotimet e marra se do të ketë ndryshim të politikave zhvillimore nga ato të qeverisë së kaluar, e cilësuar si jo zhvillimore dhe me afera të mëdha korruptive. Kjo tregon pajtimin me të kaluarën e keqe, mos kërkimin e llogaridhënies, vazhdimin e keqpërdorimit të taksave publike, lënien jashtë investimeve të sektorëve më të domosdoshëm për zhvillim ekonomik, mos përkrahjen e sektorëve ku luftohet krimi dhe korrupsioni. Kjo nënkupton tendencën për mos zbatim të asnjë pike të premtuar para qytetarëve të vendit, se besimi në institucionet do të rritet, se luksi qeveritar do të zvogëlohet, se dikasteret qeveritar do të shkurtohen sipas nevojave të kohës dhe planit buxhetor, se institucionet e arsimit dhe shkencës do të financohen në bazë të prioriteteve e jo në bazë të politikave auditore, se bujqësia dhe zhvillimi rural do të jenë prioritet, se imigrimi i paligjshëm do të parandalohet, se rinia këtu do të ketë perspektivë, se kultura dhe sporti nuk do të varet nga donacionet dhe interesimit të huajve, se shëndetësia do të përmirësohet e jo të korruptohet. Të gjitha këto me këtë projekt buxhet janë të zbehura, nuk japin shpresë për përmirësim, sepse është e njëjta logjik, e njëjta ndarje buxhetore, e njëjta mosgatishmëri sikurse e qeverisë së kaluar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe deputetët e saj kishin kritikuar rritjen e pagave në premtimet elektorale, sepse kjo nuk ishte rritje konform rritjes ekonomike, sepse një rritje e tillë paga apo rritje ekonomike nuk përmirësoi jetën e qytetarëve të vendit, por shkaktoi vetëm inflacion ekonomik. Andaj edhe lënia patatës së nxehtë për rritjet e pagave në vitin e vazhdimsi kishte të njëjtin qëllim, vetëm atë elektoral.
Neve si deputet e saj kishim kritikuar po ashtu kostot e mëdha të autostrada, sepse neve kishim premtuar investimet me prioritet në shkolla, spitale, furnizim me ujë i cili mungon në shumë fshatrat e Kosovës, trajtimin e mbeturinave dhe ujrave të zeza, bujqësinë dhe sektoret e tjerë të cilët janë krucial për zhvillimin ekonomik. Asnjëra nga këto nuk tregohet serioze në këtë projekt buxhet për vitin 2015. Si mund të kemi stabilitet financiar ku me këtë buxhet nuk krijon kushte që nëpërmjet ngritjes infrastrukturës dhe kapacitetet të organeve të sigurisë të luftohet informaliteti financiar, shpërlarja e parave si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë projekt buxhet mungon përkrahja sektoreve serioze për sektorët e drejtësisë, në të cilat bën pjesë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Prokurori i Shtetit, Gjykata Kushtetuese, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Komisioni për Ndihmë Juridike falas. E sipas këtij projekti janë të planifikuar më pak se 2% të buxhetit të përgjithshëm. Gjyqësia e fortë, gjyqësia efikase, gjyqësia pa avarë është yll e ndërtimit të demokracisë të mirëfillt dhe njëkohësisht është forcë pozitive për zhvillimin ekonomik dhe social, duke përfshirë edhe rritjen e besimit të investitorëve të huaj. Nga kjo që na është paraqitur duket që fare nuk është marrë parasysh gjendjen në të cilën ndodhet drejtësia kosovare. Fare nuk është marrë parasysh që gjykatat janë të stërngarkuara me land, zgjedhja e landeve të caktuara stërgjatet me vitet e tëra. Fare nuk është marrë imazhi i keq i gjyqësisë kosovare, fare nuk është marrë parasysh se qytetari ynë ka humbur jo vetëm besimin në drejtsinë kosovare, por edhe shpresën se Kosova do të bëhet një vend ku sundon rendi dhe ligji. Pra mendoj se qeveria nuk dëshiron të investojë më shumë në këtë sektor, sepse siç duket nuk ka vullnet për të prishur interesat e qeverisë së kaluar për të ndikuar në përmirësimin e jetës dhe sigurisë fizike, ashtu edhe juridike të qytetarëve tonë. Të nderuar kolegë deputet, neve mendoj se duhet që në mes të dy leximeve të paraqesim amandamente për të cilat disa do të zotohen personalisht dhe me të cilat pretendoj se do të përmirësoj së paku disa pika të caktuara që kanë të bëjnë me shpërndarjen buxhetore, orientime të qarta në përkrahjet e dikasterëve që merren me sundimin e rendit dhe ligjit dhe në atë më kryesore për të ruajtur paranë publike, shkurtimet e investimeve nga milionat e luksit qeveritar. Ju falenderoj.